Jo që na i sa, po kur ja bleva kerën bobit, momi më tha, bravo, adin e ke gëzu bomin e, adin që adin. Unë e besoj, thanin matë madhë që mund është me bo është me gëzu prindë. Elhamdulillah pe Zotit më ka jep mundësi me gëzu shumë njerë se jashtë në prindëve. Ama kam qef një anis të prindës, ata më kanë rrit, ata më kanë bo, ata më kanë mësu, më kanë eduku. Jeta ju të zhvillu pothuajse shumica në Suedi. Çka mundet me na fol Valioni për atë pjesë? Jo, Norvegji. Suedi veç më lind. Veç ke lind të pas jetu atë? Ja, në Suedi veç më lind dhe kam thonë vazhdo, ne. Edhe ta i Norvegji shumicën, do më thonë dhe i kam bo 11 vjetë. Jum rritë e krejt shkollën e futbolën e çdo sen atje kom krye, tani më dollë në Austri me 19 vjetë. Ama po, në Norvegji më rritë. Që shpibjanë, dhe më thani, ke ndru disa vende, po ku je bu rahat, kështu ku e ke një vjetër mas mire. Që thash, në Norvegji më rritë, normal që atje, nuk është që adin një jeta, familja, prind, vllau, motra, krejt, ama kështu nashta shpirti po shon mas mirë në Kosovë, tash po të kallzoj drejt, më pëlqen Kosova. Gjithë na kanë ngrej më ardhën Kosovë sa më shumë edhe kur na kon më të vogël këtë familja gjithë, domethënë çdo veri në këtu te familja më e madhe domethënë, ama po këtu po shon shpirti mas mirë. Çka kujton Valioni prej fëmirisë vet? Po më intereson çu shekon kur e kon si fëmijë. Ai, më kon. A gjatë që e mon vetëm me top man. Shumë energji, shumë gjithë adim pozitiv, të kesh. Ama energji shumë po edhe prindë më thojnë gjithë ti e ka në qysh kërës su doftë të mësu sen zotë edhe i ki ka me topa, me bicikla, me gjithë sen veç i po edhe ke ecë i e ka në shumë i gjallë po diçka në veç nërë adin është këta është me këshyrë që më thonë që shu thil jeta ju më rritë një qytet shumë të vëgël kër e menaj që ku ju më rritë që ako më rritë me po e me diqysh gjithë i thamë bët vetës jam shumë adin falëndëruz në daj zotë që më ka jep këtë mundësimi po këtë të sene. Të e pas parasysh ju që jeni lindë dhe jeni rritë jashtë, kur keni arë në Kosovë ju kanë rujtë ashtu pak, adin mos e këzdel, ma ruja, atë atë kanë rujtë ju që shta e manë. Jo, mos më kanë ru, Allah, më të ka të drejt najna, që shta shumë i gjallë, adin edhe në Kosovë kina kalu shumë mirë se djemë të hollës ata si gjenerat me neve, na bika adin shumë, aja më të ka të drejt krasia jetës o konë që atërë, më të ka të drejt, adin feminin, mënyrën që kina lu tash mos thëmijas po lunë që kina lu dhe që shmë mdo këtë telefonat na kam bo social media se në vene e mu kër e këtëj atë konë kër vishëm Kosovë nashta s'kina pas që shumë po kënacia u konë shumë e male. E përmende kohën kur ke arë në Kosovë, kur e ka një vogël dhe më thanë që ke arë me familjen, sa shpesh keni ardhur në Kosovë? Po njerë në vjetë adin. Që me thonë të bo sa ma shumë për marrë. Po atëru që me thonë veç babi na ka mojt një farë mënyrë o do fëmi bo senet, por me mujtë marrë një verë me shiu të amanë, kështë se nuk është që konë edhe letë, edhe pse i kina jetu jashtë, do të mi bo senet, dhe gjithë sen kushtën të ashtë, edhe në biletat, senet, venet, po knaci ju konë se ke ardhë, ke nejtë një mujtë që e ke shiu të amanë, konë nice. Te e përmende babin që është dash me punu, e kështu, te ke përmende edhe me një intervjistë me sa e kom njënë që e ki idol të jetës, babin. Çka mundet me na fol Valioni për këtë pjesën e idolit të ta? Se shumica e trive ose njerëzve kanë idol, nashta njerëz që nuk i kanë kur gjoha, dhe veç ftyrë publike që ka bo diçka, ka rrit diçka, e rastet ralla janë që për një me i shmojnë dhe i lërsojnë familjarët ose aq më pak prind të vetë ashtu. Po normal dytë, se dytë kanë venë në vetë, më nona venë në vetë, baba venë në vetë, apo bobit. Më ka arone, gjithë më kisha qef me nejtë me njerë si pak man mosh, edhe me bobin gjithë më kom shku mastina dhe qish. Edhe kom po, adin sidomos kërë në koma të vëgris në ka rome po shumë se të punu 2-3 puna për shumë veç sa për me bo të më thonë me pru diçka në shpi për neve po edhe me një mu familjen që u konë në atë ko të vështira, u konë lufta, u konë senet, u këtën e bobi ka mojt krejt, u këtën këtë familjen a familje male. Ama mu ka ronë sy gjithë që bobi ka punu shumë, ama edhe na ka najt gati pak adin, më pëlqen i kom thonë që i kom pak i shtirë se na i na kom pak të halazit adin, si thmi po i na kom kështut ka shkolla, ka senes i kena pon prind që ashtu i kom pos qef shkolla u kom primare, futboli u kom knasia jeme, zoti ma ka qua, o vëtan, edhe normal që u shmërdzu me mri që kaq, po e di që ka hjek shumë, e tani kur i më rrit mas një kohë, që atëre kom e po vërtetu për një mes o do të me vlarësu printa, se kanë hjek shumë për me i pas na krejt senet, kur u konë mas shtirti, tani na kur bona vetë dyqysh me pas një rogë prej futbolit, edhe me mujt me një mu familjen, që atëre ja kom dit lirën që ka bo bobi, që si ka pas mundësit e mija, për shumë mu futbolit me ka jep frutet pak ma shpejt, ka ona financiare, po
Bobi ka hek shumë adin edhe momin në aspekt se ka ro ma shumë me thmit, se Bobi vishë më punë, e tani kënë arrit pak, normal kam punu 2, po e di që mundin matë mollin i ka ro atina, se u konë edhe onë e familjes vetë, u konë djali maj malë, i ka taku me punu me pru, adin do me thonë, ka ona pare më shpeje, me një mu shmbine, që ata, për që ata edhe di qysh, e di që ka hek shumë, për që ata e du Bobin di qysh në ekstrem, si... Do me thonë për dhe ishe babin ma shumë. Jo, momin e du kështu ka ona, do me thonë e zemrës, nona gjithmonë është prekse, se momin ka mojnë me nana 9 muja, u dhënë, aja pa to si isha këtu. Adhe, normal pa 2, amo nona e koha atëfar efektin emocional matë malë, amo Bobin dhe që shumë ka lidhë shumë punë me to. Më ka mësu shumë sene. Shka t'ka mësu dhe shka babi? Shka më bënë të dhe shka në menë që t'ka mësu aj? Shumë sene. Sene e parë për shumë që më ka thonë si i vëgil, adin më ka mësu. Din që dhe sene është në regull me bosi të mi gabime, sene, është më rajtë nëse më rajtë. Se më rajtë, mësu është me rajtë. Edhe ra një herë, 2 herë, e dani e hube dhe besimin të prindë. E qatë sen s'ko më dosh me bokur, e kështu më ka mësu shumë sene, sidomos për shama ka ona futbolli, gjithmonë më ka thonë, puna do të më thonë mu respektu, a gjithë punë. Amo flaj me ko, ha mirë, sene vene, por me mujtë ma rritë, mu konë so ma i fëqishëm, por gjithë punë që a shkolla, zdo sen, na ka nejtë shumë gati, kina flaj gjithë me ko, si thmi, ta është e thmi asë që po flajnë, bili. Na ma përbora, kina pas da regla, më pelqen se si i ri shumë kanë bon njerëz mas mejës për shkak talentit futbollit, ti mund është mu halazit shumë. E kur e din për shembull të shtëpia ki prind që e lypin respektin, lypin këto sene tani i edhe vet. I më falenderoj shumë që ju në konë që ashtu. Ka njerët të mund është me thonë ashtu pak i shtirë, po mirë që konë i shtirë, më pelqen. Se dyqy shumë do sene i kima në regull, kër e ki njonin prind ma të shtirë, ose me pas të dy të shpak problem, me pas dhe që njonin. Ama, po dhe nga ka najtë goti, se unë menoj disiplina e bën edhe punën, të ashtë për shumë ti kër ki disiplinë në punë tonë, edhe në jetë besoj që ki disiplinë. Fiks, kështu që kjo ta ndihmon. Mu për vetim ka ndihmu shumë, se unë e kam pas mamin ti për të fështirë ashtu, e babi u kun ma ju, kështu që po të kuptojnë këtë pjesë, plëse shka i të dojnë. Babat bojnë, e lojnë ka qika djenë pak ma, ka djenë një pak ma të revtë. Se di njeve babi gjithë na ka mbrojt, ashtu dhe mami kur na ka bërti diçka, i më njarë që na ka mbrojt, kështu që po të kuptojnë këtë pjesë plëtsesht. Kur hina me lyp diçka për ty, ta shajt e këshyri pak ma në detaje, të di shka me folë, shka me pyt, ndoll që ja ki blej babit një kërë. Qysh katër ideja mi ja blej babit një kërë? Pa unë besoj, thanin matë malë që mund është me bo është me gëzu prind, adi mas pari, se dush me janë, gjithë sen, tash unë më ka, elhamdulillah për Zotit, më ka jep mundësi me gëzu shumë njerë se jashtë në prindve, ama kam qef me janis të prind, ata më kanë rrit, ata më kanë bo, ata më kanë mësu, më kanë eduku, më kanë najtë gati me që atë kom pas nevojë si vëgjile, normal që kur ki mundësi si kera, po shpia, që ka do qoftë, por prind është me gjithë zemër, bili, adine edhe me gëzu, për shemë, ju që najsa, për kur ja bleva kjerën Bobit, momi më tha, bravo, adine ke gëzu Bobin, adine që adine, është një sen i mirë, që shtash, mu gëzimi maj i jemi kështu në jetë, është kur mu me gëzu të dërkën. Si do mos le mo prende, sa në vene, vlo, motrën, ama kur e gëzën dikën, jo veç ka ona financiarë, se njerë, më nëjnë që vish dush me jep. Nashta një këshill, nashta një orë rrinë me dikën, e mësën diçka, ja jep energjin tonë që se kotë nashta ti tërkush, e mon, po këta në shumë njerëz më kanë thonë kështu kur më ka ronë me najtë me mu, se unë e di kështu nashta në televizorën, fush do këna shumë agresive, nervëze, adin, ama kështu non jashtë në fuzë që jam shumë energetik, jam pozitiv, e shija jetën se di që zdo di që ma jap zoti është diçka ekstra, e prumoj me shfëdzu, me jap dikojna. Qëfar do qoftë, një minut, bili knatësia,